Netanyahu duhet të arrestohet. Kështu po thot kryetari I New Yorkut. Hajde ta ndëgjojna pastaj kam do fjalë për këtë pjesë. Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people, for the maiming of tens of thousands of children, as those who survive undergo amputation without anesthesia, for the targeting of neonatal hospitals and maternity care centers, denying newborns even the chance to live, for the countless people he starved as he blocked food and humanitarian aid from reaching them, for the gunning down of hundreds of aid workers and journalists. And just last month, the UN confirmed that Palestinian children continue to be deliberately targeted and killed by Israeli armed forces, more than 8 months after the so-called ceasefire. The list goes on and on, all as we, as Americans, pay for the bombs that do the killing. There is a reason the International Criminal Court issued a warrant for his arrest. Pra, nderuar, respekt që e ke marrë këtë iniciativë nga zyrët e New Yorkut, masaksisht në Amerikë. Sepse rrollë e pak janë ata që dalin nga Amerika edhe e thuajnë këtë realitet. Po ashtu, inshallah dhe Zoti sa më shpejt e kapin gjykata ndërkombëtare edhe ja tregojnë vendin këtina gjakpirësit se për një mes shumë ka hjek Palestina prej tina. E sa për pjesën, jo kur t'ja nesni jo që ini me Izraelin, dhe me thonë, një shqiptarët e mi dashër që e dënë Izraelin jashtë masët. E kam një pyetje për juve, veç amoni ju kuf mos ma deformoni përgjigje, sepse ju kapni zakonisht e temat që na ka njoft Izraeli. Por tash për ja bëj pyetjen, ku ishte Izraeli që nuk na njohu me 17 shkurt të vitit 2008, po dasht ndërhyrja e Amerikës për më na njoft neve. Edhe që kapni të pjesa që s'na ka njoft Palestina. Palestina nuk ka mujt më të njoft, o jaran, sepse nëse Palestina ty të nje, I bjen që mi adhon tokën Izraelit. E kërkush nuk ka shtet me qu pësht për dikën tjetër. Neve na dhimën fëmija, na dhimën gratë, na dhimën ato vajzat vogla, sepse mbi të gjitha janë robërit e t'lumit Allah.